Një vatër zjarri ishte regjistruar pas ditën e mërkurë në kodrën e Kuzumbabas në Vlorë duke shkaktuar panik tek banorët e zonës. Flakët u përhapën në një sipërfaqe me barishte dhe shkure, ndërsa për disa momente u afruan pranë banesave dhe teqes që ndodhen në këtë zonë. Fatmirësisht, ndërhyrja e shpejtë e zjarfikësve të Vlorës bëri të mundur izolimin e vatrës dhe shmangjen e rrezikut për banesat dhe objektin e kultit. Sipas informacioneve, dyshohet se zjarri mund të ketë nisur nga pakujdesia e një banori të zonës, i cili dyshohet se ka qenë duke djegur barëra tek qija për shkak të erës dhe temperaturave të larta. Flakët kanë dalë jashtë kontrollit dhe janë përhapur në kodër. Në vendngjarje kanë shkuar menjëherë forcat zjarfikëse të cilat punuan për neutralizimin e flakëve dhe mbajtjen e situatës nën kontroll. Nga zjarri raportohet se janë djegur sipërfaqe me bimë si të ulët, ndërsa nuk ka të dhëna për dëme në banesa apo persona të lënduar. Ngjarja rikthen edhe një herë në vëmendje apelin për kujdes gjatë sezonit të verës, veçanërisht në zonat me bimësi të thatë, ku një veprim i pakujdesshëm mund të sjellë përhapje të shpejtë të flakëve.